do flas për një nga pikat ndoshta më të ndjeshme për shqiptarët, por është më skemat preferenciale që janë bërë, këto oligarkëve që kanë dalë edhe pronar serash, pasi dhe kërkesat në të cilat kërkohet për të marrë këto subvencione janë për fermerët shqiptarë të cilët janë kryesisht në regjim familjar ose të vogla, është e pamundur, nuk ka shumë pak fermerë kanë 1 hektar apo të plotësojnë kushtet në të cilat kërkohet. E njëjta gjë ndodhet me përblegtorinë, vetëm Shqipëri ndodh që gjithë fshati, edhe pse mund të kishë gjithë kohës ka pas kafsh shtëpiake, tashmë blen qumshin qytet, dikur ndodhte e kundra, se sot Shqipëria është tamam, ndoshta Europa duhet marrë pak vizion edhe nga Shqipëria në këtë pikë. Duhet kujtojmë që këtu në Shqipëri plerat kimik është një nga pikat më të ndjeshme që fermerët shqiptarë përballen në Dodogan. Kjo nuk është për fajt tyre, por është për fajt të plerave kimik të cilat hynë në Shqipëri dhe janë të pakontrolluara. Para një çmimi tyre në këto momente është jashtëzakonisht i lartë dhe papërballueshëm, i cili rrit koston për çdo fermer shqiptar. Dhe së dyti, përmbajtja e elementëve kimik që ka çdo amballazh i plerave kimik nuk përputhet me atë çka blen çdo fermer. Kështu që nëse keni ndërmend të hapni grup kapitut, duhet shikoni një nga këto kryesore që është bujësia. Thash edhe një herë sepse keni harruar, ndoshta është një vagon që keni shkputur prej kosh dhe keni harruar në stacion, nuk e keni marrë me vete, por duhet gjithashtu, ne jemi akoma në këtë kategori kur kemi kanale pa pastruar edhe i mungojnë ose të zëna që qeveria, nështë jemi akoma për sa përket vaditjes është akoma prapë si në mesjet, me 3 hedhje quajnë në nga fshati, më thënë të vesh me 3 kanale të marrësh 4 pompa që të mundesh të japësh në një qiku i bimëve. Kjo është më skandaloze dhe më skandaloze akoma është tregu, edhe mas gjithë këtyre peripecive arrin të prodhojnë, ka në 4-5 ditë që edhe çmimi i shëlqijit cilët prisin shkretat mos marrëmenin prap parat e tyre mrapsh, kanë 4 ditë që po i hedhin dhe për nuk po i nxjerrin në treg sepse kosto ka vajt në atë çka ata kanë shpenzuar për ta prodhuar. Kështu që pjesa tjetër e mjedisit, duhet të them që një nga çështjet më sensibilitive që ka edhe po ashtu edhe qytetit paktën, po gjithë Shqipëria është plerat, vendet e grumbullimit të plerave. Vendet e grumbullimit të plerave që vazhdojnë digjen, ishte rasti i Vlorës, rasti i Lushnjës që kanë plerat e janë në mes qytetit, por të gjitha këto fabrikat e peletit që po qelbin në mënyrë absolute, të cilat punojnë dhe ndoshta edhe pa licencë, një pjesë e tyre, por edhe që qelbin gjithë qytetet me erën që kundërbojnë ato. Them edhe një herë, Europa është afër, por ju e keni harruar stacionin e bujqësisë, njerëzit e keni lënë në mirim, të gjithë situatat që ata kanë tashmë, ose si me pronën, si me investime, si me marrjen e grande, po të shikojmë se sa fermerë, se sa nga ata që kanë nipt, apo me atë që ka ndodhur me naftën, për ta përmbyllur. E kam kallëzuar në 2021 ku ditën e shtunë jepesh naftë për antarët e Partisë Socialiste, fermerët që ishin regjistruar të Partisë Socialiste. Kallëzimi ka ngel akoma në prokurori, ka ngel akoma pa e kurosur dhe pa marrë mendim ka 4 vite. E njëjta gjë ndodh edhe tani me selektivitet, pavarësisht se kush bën kërkesën, merr vetëm ai që ka testën e PS-s. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Kurreshi, zonja Gjergji.